Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Tu ishit apo mirë se erdhe gjithsesi? Mirë se erdhe. Tu gjeta. Mos ma kujto gjithsesi. Mos të kujtoj ndonjë diçka. Jo, mos ma kujto, do më se herë pas herë, do më ma kujtojnë. Sidomos kemi pirë njerë me kolegën, mos ma kujto, kolegë. Jo, s'ta kujtoj kolegë, po faturën, se këtë po Mos ma kujto, kolegë. Do ta kujtoj në fakt, se kishim kohë pa e parë, por do thotë që gjatë gjithë kohë ka qenë duke bërë gjëra të bukura. Dhe kësaj radhe e ka qarë. E ka qarë. Andos, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Pra nesh, pra në fansave të tu. Mirëmëngjes, Andos. Unë kur e dëgjova këngën, ngela një qikë shu si, do më i abitur, sepse zakonisht, këngët që vinë nga poezi të jashtëzakonshme, mua nuk është se më... Të ngjisin. Jo, do më nga njerë nuk më kënaqin. Por, për shembull, ka disa këngë që ngelen të paharueshme, pavarësisht se poezit janë bërë përpara. Po t'jap vetëm dy shembuj. Po t'jap Piro Çakun me poezinë e Teodor Kekos, dhe për Xhulin, dhe një tjetër këngë me poezi të Dritor Argollit të Ardit Gjebres. Dhe kur të jesh mërzitur shumë, në raft të librave më kërko dhe kështu me radhë. Kjo është një nga ato këngët që mua më gjiti me një herë. Aq më tepër që ti ke bërë dhe një eksperiment tjetër që ke përdorur zërin original të Dritor Argollit teksa e reciton vetë poezinë. Duhet këtë qenë e vështirë? Apo ka qenë një moment, një frymëzim edhe... Tash pjesa teknike, sigurisht që i ka pas edhe sfidat e veta për me inkorporu zërin e Dritoros në këngë, por ka qenë një moment edhe ka qenë shumë shpejt, e kam vendosur shumë shpejt këtë gjë, bile kam qenë jashtë vendit me punë ashtu, edhe kisha sfida për t'ja gjetë me tekstin edhe kësaj kënge, edhe po lumptoja, pastaj më kujtua kjo poezi disi dhe thash, okej, ta provoj, edhe pastaj provova vetëm me zërin tim, por pastaj thash, hajde ta provoj edhe ta inkorporoj edhe zërin, pasi kërkova sigurisht lejen e Elonës, Elona Agullit, se ne falenderoj shumë. Dhe ajo ma gjeti në fakt regjistrimin e kësaj poezie nga vetë Dritro. Edhe e provova, I'm like, okay, më duk ashtu like very magical se po më duke sigurisht kisha Dritrën për para disi, dhe kisha shumë afër. Unë kap një disk me poezit e Dritor Argollit që ai i reciton vetë. Dhe është një disk fantastik. Do më thënë edhe me siguri aty gjendet edhe kjo. Jo, Andos, bëjmë një gjë tjetër, sepse kënga nuk ka shumë që ka dalë. Pun javësh do tjetë, apo jo 2 javë. 5-6 ditë që ka tjetë. Jo, më tepër se 5-6 ditë. Po, më tepër se 5-6 ditë, sepse ne në radio, si në Radio Shqip, si në Klab FM, kemi, si në Klab FM Shqipëri, si Klab FM Kosovë, kemi 4-5 ditë që e luajmë. Kënga duhet jetë të 2 javët, mos gaboj. Jo, ka fix një javë që ka dalë. A një javë, atëre unë pas kam qenë... E dëgjon ka shpesh kolegë sa të duket. Jo, pas kam qenë një nga dëgjues të parë, sepse kam shpërndar në mënyrë të menjëhershme. Andos, ta dëgjojmë pa këngën, ta ndjekim, se dhe videoklipi është shumë i bukur. Është gjithçka e jashtëzakonshme. Mirë, ky ishte edhe klipi, ku e ke realizu klipin? Më duk si te vila e Zogut, apo jo? Në Durrës? Në Durrës. Po, te vila Zogut, po. Super. Po më prisja të shikoja Andosin klip, se u bën kohë që se shohim, do ishte shumë bukur të shikonim të versionin jo rock, por të versionin e të dashuruarit. Ka vite që drejtë më ta thënë, s'po më duket të interesant më me dalë, sepse dua të flas kënga, se në 3 klipet, 3 projektet e fundit unë nuk dalë thuja se fare, edhe thjesht dua të jap hapësirë këngës disi, se më duket disi i kam bërë të gjitha në për spektakle, festivale, edhe klipe kemi bërë, edhe disi, më ka humba interesi ta shfaqi vetën, edhe pse
mirë për mbaj vetë, nuk është se e kam Po, shumë vetëm, shtiu dhe pak më tutje, Andos, mirë në klip nuk del, po të shojmë, të shojmë mirë. Okej, më falë. Aty. Se të priteshim. Por në fakt është e vërtet, edhe kur të kërkova foto dje, më the që të lutem, jo, gjej çfarë kam të vjetra, se s'kam ndryshuar fare. Ka zgjedhur tjetë rezervuar. Hema, pas kam ndryshu më Fabi. Nuk e ndryshu më Andos, jo. Jo, nuk e ndru Andos. Jo, do më thënë. Me gjatë prapë se prapë, Andos, aktori që ka luajtur në videoklip ka një ngjashmëri me ty, do më thënë. Po. Unë fakt kam dash me asocu me dritërën fakt. Jo me mua, sepse kemi pas komplet një skenar tjetër, unë kam pas në koka për klipin fillim, por në fund vendosa që I wanted to keep it a love story, ashtë të tjetë një të stilet rreth poezis, edhe pastaj me Arditin e kemi diskutu edhe Arditi, pastaj e ka marrë klipin e regjisorin edhe e ka bërë një punë fantastike. Cili Arditi është regjisorin? Edhe pastaj vendosëm bashkëtarisht që Shqirin, në fakt, por që ka talent, mbjemi nuk e kuti tani, Arditit, por që... Arditi mos është ky që bën Ardit Mohaxhiri. Aha, Ardit Mohaxhiri, po. E kam i dënë. Jo, mua më pëlqeu fabula që keni krijuar, makina e shkrimit, detajet, ora, librat, kjo gjendja vetë e Vilës, dhe më thënë të tregonte të kthente të kthen në nostalgji, të kthen në një lloj Return to Innocence, nëse do të përdorim një titull tjetër këngë. Pra, gjithë kjo atmosferë që keni kriju, besoj se e jep ata emocion që ti ke dash me përcjell me këngën. Në fund fare, klipi është demonstrim i muzikës, ndërsa muzika është ajo që mbetet, sepse atë dëgjojmë në radio, atë dëgjojmë makinë, atë dëgjojmë kur jemi duke bërë një aktivitet tjetër, apo jo? Kur kemi kufje në vesh. Absolutisht. Po, absolutisht. Dhe, dëgjo, unë personalisht, unë jam ende adhurusi i radio, unë tërkohën kur jam makinë, unë pa radio nuk mundëm edhe, sepse ne i takojmë generatat cilët jemi rrit me radio, edhe hera e parë, kur kam dëgju këngët me bendet për para, si me 7 ose me Kthjellu, kur kemi dëgju këngët në radio, për neve ka qenë një sukses i jashtëzakonshëm dhe një ndjesi fantastike. Tashi, me këtë teknologjinë gjana, për që për mua është shumë e rëndësishme edhe këngët dhe në radio me dëgju, përveç tyre sukseseve tjera që mund të kenë në për YouTube, në për televizion e gjana, po ju falenderoj shumë fakt për përkojnë edhe që për transmitoni këngën. E si të mos duka nga Enkeli këto komente, duke pas parasysh që kemi si një shkrimtar të njërë, po ashtu dhe Enkeli, e falenderoj shumë. Uroj që kur të vit dita ime mos bësh këngë me të që ka I vendosit të re disa detaje ju se mua nuk më është pëtuan. Të tipit. Ngriti dorën e maj dhe kishte rreth. Uje, pa është rocker, mbajnë unaza. Ja, s'mu duke unaz rockeri, moj. Piu uj dhe të kajo gota lexon të best dad in the world. Ndërkohë, kur lëvizi kamera, do një panoline për dorë. Pelen atjetër dhe në studio. Co pampersa duke fluturuar. Pra, gjatë gjithë këtyre viteve që ke qëndruar i heshtur përveç këngëve të bukura, ta pas kanë rëmbyer zemrën. Ke bërë familje të bukur, do më thënë. Po, u dorëzova më në fund, u dorëzova. Ke bërë kaq mirë, do më thënë, welcome to the club, do më në gjitha rastet. Yes. Dhe si që është, do të ta përshkruaj martesën me një këngë të Guns N' Roses, welcome to the jungle. Yes. Ashtu të si, pa. It's a good jungle. Një jungle sfiduse, por it's good. Dëgjoj, diçka është interesante. Po. Më thuj. Do më thënë këngën, para 5 vitesh e kam baru thujase. E kam vendos ta bëj edhe kam kompozu, zëri dritros, e tjera. Dhe rastis që
unë ta kem fatin e njëj si Dritros. Do më thënë, ishte një shkodrane që më bindi edhe më mori më bëri për vete, një brune, shkodrane, edhe fatin e njëj si të Dritros disi, edhe ishte një rasi interesante dhe e bukur. Kjo që ke gjetë i shkodrone është gjë e mirë, nuk të ka ndodhë keq. Artisti jeni që të dy në profesion, si e ke njohur? Të pak në thuaj si e ke njohur, se foton nuk po pretendojmë shumë. Enkel, i shef të gazetarët themë, Allah, do Isho, për mirë. Të më thënë harrej këngën, a? Jo, po është një lloj kërshërie, është një lloj kërshërie, do më thënë, unë uroj që t'jesh si Bon Jovi, që ka, sa e bë 30 sa vjetë me t'jetën ngru, do. Po, edhi panderit. Po ja mirë, dëgja, tani kemi një gosë fantastike, një bebës vogël 6 muaj. I ka bërë me 28, do më thënë me 28 nëntor vlla ditëlindjen e ka Lojshka vogël. E ja kam qëllu datën, a? Si e keni pagëzuar, emrin si e ka? A thoj me emrin tanë. Mirë, okej. Mirë. A thoj me emrin tanë. O, zot nuk i nëzirë do të asë një gjë, është e pa mundur. Jo, po, a i ka jetë në vetë, dhe më mua duket kjo e pa drejt që njerëzit fillojnë dhe interesohen për pjesën që aje ka private. Mos ma kujto, mërë thot. Mos ma kujto. Andos, do thot që tani nuk do ndalesh më, do bësh pra projekte tjera, do jesh vazhdimisht aktiv me këngë dhe klipe, duke mos qenë vetë prezent në klipe? Do shta duhet me fillu me dalë në për koncerte, Andos. Po. Bolë më në studio. Po, bre, du të filloj të fakt të t'jem pak prezent live. Po s'kam qenë edhe kësajde në kella, kështut me projekte, me puna. Kuptoj, sepse nuk e qenë edhe në një vënd, ke lëvizur, ke qenë në shtetet ndryshme, në vëndet larkëta, sepse njeriu në fund fare duhet jetoj, por si pas me, fillo me koncertet dhe leta nisim nga Shkodra. Po. Mirë dhe ishte. U vendos pra në Shkodër, koncerti parë. Ta shofim, let's see. Andos të... Por, do ketë këngë tjera, jam duke punu në to, me qenë se edhe thuja se albumin e kam përfunduar, por me shumë kujdes jam duke i trajtu edhe Dritron, projektin me Dritron, kë më vjen mirë shumë që e u riktheva disi, se e kisha në plan, se po e mendoja, kam ca projekte tjera, ashtu ca këngë tjera, po ishte vetëm projekti me Dritron që doja të rikthesha në këtë industrinë e showbizit të dashur. Ke bërë një, ke i halt malë tani, që duhet ta zgjidhësh, sepse me këtë këngë e ke ngretë shumë lartë stekën. Prandaj, se qa do bësh mbrapa, duhet kalosh këtë që ke bërë tani. Edhe dëgja se unë dua t'i kërkoj fale publikisht e lonë se kem çdo vit, Andos do e nxjerrim, kur do e nxjerrësh këtë vit, Elona ende nuk jam gati sepse dua ta bëj në mënyrë perfekte, gjithçka si audio si video. Edhe e kam vonu se kisha planë në fakt për ditëlindjen e Dritës në tetor me nxjerr. Po pak rëndësika kjo gjë. Rëndësishme është që ka dalë kënga tani. Elona e ka pëlqyer me siguri. Po, Elona shumë, falenderoj shumë për kaje. Kjo ka rëndësi. Ajo se unë pa pëlqimin e saj, edhe nuk mundesha të vazhdoj si gjithsesi. Ti se kishe lënë shumë, është normale. Është normale. Andos, falenderojmë shumë, përqafojmë shumë të falja nga shtëpia dhe shumë suksese. I falenderoj shumë edhe juve, edhe për përkrajen, edhe do shifemi prapë. Jemi pritur. Besoj se po. Tani besoj se je i transmituar në gjitha radiot në Kosovë, në Shqipni, ma merë mëndja që po, nuk e di, nuk i ka monitoru të gjitha, por me siguri, Radio Tirana duhet t'jesh se zbënd, me siguri. Prandaj të përshëndesim, të urojmë shumë sukses. Gjithë të mbarë. Shumë falenderit, gjithë mirat. Pafshim. I përqafoj edhe unë. Ciao. Erdhe i momenti shumë pritur dhe ku vjena i kuptohet që ka mbaruar muaj. Një?
Dhe kemi nevoj për fat. U këto se kështë arë Dita Roga. Atëre, do të vi pas pak një person që njihet nga sloganet e veta. Drejtësia, drejtësi nuk ka. Por luma i që e ka. Jorgo Pulla. Ku ta binjakët që kishin po? Ka hy hëna binjak. Ka hy hëna në binjak.